Porositë e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. 120. O Ali, lidhja më e fortë e besimit është dashuria dhe urrejtja për hir të Allahut. 121. Kur një rob vdes, njerëzit thonë, çfarë ka lënë prapa? Engjëjt thonë, çfarë ka përgatitur për të nesërmen? 122. O Ali, dynjaja është burgu i besimtarit dhe xheneti i jo besimtarit. O Ali, vdekja e papritur është lehtësim për besimtarin dhe pikëllim për jo besimtarin. 124. O Ali, Allahu i bekuar dhe i lartësuar me Islamin e largoi krenarinë e kohës së ignorancës dhe mburrjen e tyre me baballarët e tyre. Me të vërtetë, njerëzit janë prej Ademit, e Ademi është prej dheu. Më i nderuari prej tyre tek Allahu është më i devotshmi i tyre. 125. O Ali, kush u bindet gruas së tij, Allahu do ta hedhë atë me fytyrë në zjarr.